Meteorologja e njohur Ladja Porja ka treguar se si do të jetë moti për muajin maj. Sipas saj, java e parë e majit do të shoqërohet me një rritje të ndjeshme të temperaturave që pritet të arrijnë deri në 29-30 gradë Celsius, duke sjellë kushte të ngrohta për shumicën e vendit. Megjithatë, Porja theksoi se moti nuk do të mbetet i qetë gjatë muajit maj. Fshira do të rikthehen gjatë javës së dytë të majit, duke sjellë një rënje të temperaturave dhe kushte më të paqëndrueshme. Në fundjavë, temperaturat do të jenë më të ngjashme me ato të muajit qershor, duke shënuar një periudhë më të ngrohtë dhe të qetë për fundjavën. Do të ketë një rritje të temperaturave rreth 29-30 gradë javën e parë të majit, por shira do të rikthehen javën e dytë të muajit. Java që po lëm pas do të ketë kohë të qëndrueshme me diell, do të ketë më pak reshje. Në fundjavë temperaturat do të jenë si në muajin qershor, u shpreh ajo. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.